Episodi nis me një përballje të ftohtë mes Sadakatit dhe Alias, me ironi të hapur. Sadakati e përgëzon Alien duke i thënë se më në fund po përshtatet zakoneve të tyre, pasi ka sjellë në konak gruan e dytë të Xhianit. Por Alia nuk hesht, ajo ja kthen menjëherë, duke theksuar se ajo shpëtoi Seidën nga vdekja dhe e pyet drejt për drejt Sadakatin si ka qenë e mundur që ta lejonte të largohej, kur e dinte shumë mirë çmimin e kthimit të saj. Mine e shqetësuar telefonon Xhianin dhe i kërkon shpjegim për gruan e dytë, por Xhiani përgjigjet prerë se nuk ka kohë për shpjegime dhe se do të sqarojë gjithçka më vonë. Seida me lot në sy e falenderon Alien që e shpëtoi nga vdekja dhe që e pranoi sërish në konak. E pasigurt për të ardhmen, Seida pyet se çfarë do të ndodhë tani me të. Alia i përgjigjet me qetësi duke i thënë se në këtë konak është e sigurt, duke i dhënë asaj shpresë dhe ndjenjen e mbrojtjes. Zerin e pikulluar dhe e shqetësuar për fatin e Kajës, përjeton momente të vështira. Shaini qëndron pranë, e përqafon dhe i ofron mbështetje, duke u përpjekur ta qetësojë mes gjithë dhimbjes që po kalon. Por Fidani ndryn ashpër, duke u kërkuar që të mos jenë kaq të verbër dhe të kuptojnë se Sadakati dhe familja e saj janë armiqtë e tyre. Nga ana tjetër, Fidani i jep një urdhër të prerë, duke vendosur që Zerin të mos shkojë më as në shkollë. Sadakati kërkon Xhianit që të bëhet të pamundurën për të shpëtuar Kajën nga burgu. Nga ana tjetër, ajo nuk nguron të kritikojë Alien, duke akuzuar se nuk po kujdeset mjaftueshëm për të birin Xhian Denizin. Ndërkohë realiteti flet ndryshe. Alia dhe Xhian kalojnë kohë së bashku si familje, duke krijuar momente të ngrohta me Xhian Denizin. Shahin telefonon Naren dhe i kërkon që të takohen për të biseduar. Ai dëshiron të sqarojë gjërat dhe të kuptojë se çfarë po ndodh mes tyre. Por Nari refuzon, duke u përpjekur të shmangë çdo keq kuptim me burrin e saj Ozganin. Ajo tregohet e prerë dhe i kërkon Shahinit që ta harojë përqafimin mes tyre, atë moment emocional që ndodhi në spital dhe që tashmë ka vënë në siklet. Alia i kërkon Xhianit që ta çojë Xhian Denizin në kopësht për t'i dhënë atij një jetë sa më normale. Por Xhiani përgjigjet se rreziku që Demiri ta rrëmbej ende ekziston dhe se nuk mund të rrezikojnë sigurinë e djalit. E shqetësuar, Alia i propozon që të largohen në Kanada për ta mbajtur fëmijën larg çdo kërcënimi. Megjithatë, Xhiani reagon prerë, duke i kërkuar të mos e përmend më këtë ide. Mine e pyet Xhianin pse ai e shoqëron gjithmonë Alien dhe pse i trembet faktit që ajo mund t'i shohë bashkë. Pyetjet e Mine zbulojnë pasigurinë dhe xhelozinë që po rriten brenda saj. Xhiani përgjigjet me qetësi se nuk dëshiron ta lëndojë atë, për të kjo situatë është e ndërlikuar dhe çdo hap i tij bëhet me kujdes për të mos shkaktuar edhe më shumë dhimbje tek Alia. Nare njofton Ozganin se po shkon të takojë Kajën në burg, por reagimi i Ozganit është tronditës. Ai shpreh hapur kënaqësinë që vllai i Nares ndodhet pas hekurave. E goditur nga kjo përgjigje ftohtë dhe pandjenja, Nare mbetet e shokuar, duke kuptuar edhe një herë se sa e thellë është mospërputhja mes tyre. Demiri, me ironi dhe një buzëqeshje të ftohtë, e njofton Alien se Sedat është jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, ai shton menjëherë lajmin e keq për familjen Alboran. Sedat ka dëshmuar kundër Kajës, duke zbuluar se ishte pikërisht ai që tentoi ta vriste. Alia përpiqet të kontaktojë me Xhianin, por çdo herë i del linja e zënë. Ndërkohë në një moment ajo kupton se Xhian po komunikon me Minen. Një ndjenjë xhelozie lind brenda saj, duke e tronditur dhe duke i hapur dyshime për përparësitë dhe vendimet e Xhianit. Alia i jep lajmin Xhianit se Sedat është jashtë rrezikut për jetën, por Xhian tregon se ai është tashmë në dijeni të situatës. Sadakati, e agravuar dhe plot zemërim, e kritikon hapur Xhianin se nuk po bën asgjë për të shpëtuar Kajën nga burgu dhe nuk ndalet aty. Ajo hedh mallkime mbi familjen e Sedatit, duke i lënë të gjithë të tronditur nga zemërimi i saj. Fidan njofton Zerinin se Kaja po dërgohet drejt spitalit për kontroll dhe se Sedat ka dëshmuar kundrejt tij. Lajmet tronditse nuk lën kohë për diskutime. Pa humbur asnjë çast, Zerin largohet menjëherë drejt spitalit, e vendosur të përballet me situatën dhe të jetë pranë atyre që i do më shumë. Zerini telefonon Alien dhe i lutet që t'i mundësojë një takim me Kajën. Situata është e ndërlikuar dhe e tensionuar,
por Alia edhe pse ka pothuajse të pamundur, i premton se do të bëjë gjithçka që të ndodhë takimi. Zerin takohet me Kajen dhe me zotën tjerë, i premton se do ta presë gjithjetën dhe se do ta dojë përjetësisht. Ajo i kërkon falje nga zemra, duke i thënë se situata në të cilën ai ndodhet është për fajin e saj. Duke parë Zerinin bashkë me Alien, Sadakati fillon të acarohet. Me zemërim ajo thot Alis se përse e lejoi që Zerin të takonte djalin e saj, dhe në një moment të tensionuar ngre dorën mbi Alien, por Gian ndërhyn menjëherë, duke e ndaluar dhe i thot me vendosmëri se kur nuk do të guxojë të bëjë një veprim të tillë kundrejt gruas së tij. Ozgani tregon Ares një foto ku shihet ajo dhe Shahini. Ai e akuzon hapur se mban lidhje me të dhe shkon më tej, duke thënë se fëmia që po pret është i Shahinit. E tronditur dhe e zemëruar nga këto fjalë, Nare nuk mund të përmbahet. Në një moment të papërmbajtshëm, ajo godet Ozganin me një shpull, duke treguar se nuk do të lejojë të poshtërohet dhe të akuzohet padrejtësisht. Nare e shqetësuar dhe e tronditur nga ngjarjet e fundit, shkon në shtëpinë e saj, por ndihet keq nga ana shëndetësore. Papritur, ajo bie në dysheme, e pafuqishme dhe në nevojë për ndihmë. Shahini i pranishëm e sheh situatën dhe përpiqet menjëherë, duke treguar kujdesin dhe shqetësimin e tij për shëndetin e Nares. Exmel njoftohet se Kaja po dërgohet në burg. Ai e merr lajmin me një ironi të ftohtë, duke thënë se do ta mirëpresë shumë mirë. Duke parë Kajen që po shkon drejt burgut, Sadakati me lot në sy lutet që ta ndihmojnë të birin e saj. Ajo e di se Exmel do ta keq trajtojë në burg dhe mund të akmerret ndaj saj, duke bërë situatën edhe më të dhimbshme dhe të tensionuar. Duke parë të gjithë barrën që mban dhe lodhjen e tij, Alia i vendos dorën në shpatull Gianit, duke i dhënë mbështetje të eshtur dhe duke i treguar se ajo është aty për të, gjithmonë pranë tij në çdo moment të vështirë. Për këtë skenë vëzhgon dhe Mine, e cila kupton se ka humbur dashurinë e Gianit dhe ndjen thellësisht dhimbjen e humbjes së zemrës së saj. Çfarë do të ndodhë më tej me Gianin, Alien dhe gjithë familjen Alboran? Ato mund të mbajnë dashurinë dhe besimin përballë sfidave dhe tradhëtive që i rrethojnë. Shikoni episodin tjetër për të zbuluar përgjigjen dhe mos harroni të lini një koment me mendimet tuaja, të pëlqeni videon dhe të abonoheni për të mos humbur asnjë moment nga historia që po ndjekim.